Në kishën e Shën Nikollës në Hoqish, besimtarët e shumtë mblodhen sot për të kremtuar një ndër ditët më të rëndësishme të traditës ortodokse, shenjtoren e ditës Shën Nikolla, i cili nis periudhën e ndritshme të festave të dhjetorit. Kjo kishë që prej shekujsh është zemra shpirtërore e fshatit Hoqisht, edhe këtë vit ka mbledhur besimtarë nga gjithë Devolli për të marrë pjesë në meshën e shenjtë. Shërbesa u kryesua nga mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi, i cili ka sjellë mesazhe paqeje, dashurie dhe solidariteti për gjithë komunitetin. Në fjalën e tij, mitropoliti theksoi rëndësinë që Shën Nikolla ka si shembull i bamirësisë, i mbrojtjes së të varfërve dhe i besës së krishterë. Për këtë arsye në këtë ditë praktikohet ndarja e ndihmave dhe ushqimeve për familjet në nevojë, si një mënyrë për të ndjekur shembullin e tij. Besimtarët ndezën qerin dhe u lutën për më shumë shëndet e mbarësi. Sot kremtojmë Shën Kollin, një ditë shumë madhështore. Festojnë të gjithë ato që kanë emrin Nikolla, edhe jemi shumë të gëzuar, kemi ardhur këtu në kishën e Shën Kollit të fshatit Hoqisht, ka ardhur dhe mitropoliti i Korçës, edhe për nder të tij kemi ardhur dhe ne klasikisht ta festojmë së bashku këtë ditë. Gëzuar të gjithëve. Ne sot festojmë ditën e Shën Kollit, që është festa e Shën Kollit dhe e ka traditë fshati. Edhe e festojmë. Pas meshës shkoni vizita. Pas mesave vizita, kush ka emra. Me përfundimin e meshës së shenjtë, besimtarët u drejtuan për vizitat e urimit tek familjet dhe të afërmit që mbajnë emrin e shenjtorit.